Okay, Dr. Luigi, you are here? He will join in a few minutes. Oh no, we cannot wait for a few minutes. Okay, No, let of us course begin. we'll start, but he will join a little Okay, bit. we have to start. We cannot wait. Already 5 minutes late. Okay, dear friends, we begin the program today, and I request to introduce everyone very fast, quickly. Just give the name and your zone and the name of municipality. And we have only 10 minutes for everybody, for all of us. Quick. Atëre po fillojmë. May I translate? Yes, please, quick. Po përkthej për ata që mund të kemë vështirësi për ta kuptuar, pra ne po fillojmë se jemi tashmë 5 minuta me vonesë dhe të tjerët le të na bashkohen më vonë. Do fillojmë me një prezantim se cili të thotë emrin, zonën dhe bashkinë që mbulon. Shkurtimisht, kemi 10 minuta për të bërë prezantimin e secilit. Okay, please begin. Dr. Patrick, you can speak the name and the person will introduce quickly. Okay, po filloj unë atëre. Unë jam Petrit Dobi. Në këtë rast jam koordinator për institucional, për bashkitë dhe NGO-t. Dhe natyrisht që ne jemi që përgatisim mbledhjet dhe gjithë programin. Dhe sot është një ditë të quajmë udhëzimi instruktimi për të gjithë drejtuesit e qarqeve dhe të bashkive. Kështu që secili, pa ndjekur në një radhë caktuar, mund të fillojë të prezantohet. Zafer Leçi, Bashkia Grabish. Okay. And please open your camera when you introduce. Kur prezantoheni, nëse ka mundësi hapeni kamerën thjesht për të fiksuar. Pastaj mund ta mbyllni po. Kemi mungesë energjie prandaj. They have no electricity. Okay. Okay. Unë jam Alfred Haxhari, jam koordinator zonal për veriun për Shkodër-Lezhë, qarkun Shkodër dhe Lezhë. Hi, I am Nick. Përshëndetje, unë jam Nikolin Martin Shqau për Bashkinë e Vallit të Des, koordinatori i Bashkisë Vallit të Des. Faleminderit. Unë jam Albana Allushaj dhe jam nga shoqata multifunksionale për kulturë, edukim dhe zhvillim, Bashkia Gjirokastër. Okay. Përshëndetje. Unë jam Jaço dhe jam koordinator zonali qarkut Gjirokastrës. Okay. Përshëndetje, unë jam Futi Vujtila, koordinatori i Bashkisë i Breshtë. Mirëmbrëma, quhem Jani Peçi, veteriner kontrolli i rrjetit të Korçë dhe operatori i sistemit të rruda gjithashtu. Përshëndetje. Përshëndetje profesorë dhe gjithë kolegëve. Unë jam Artan Breku, veteriner shërbimi nga Korça. Aktualisht mbuloj 2 njësi administrative, zonën e Vithkuqit në Korçës edhe zonën e komunës Qendër. Përshëndetje, Erlin Rrugli, veterinar kontrolli Dibër. Suksese për të gjithë. Çfarë zonë mbulon Erlin? Dibër. Dibër, okay. Rrethin Dibër. Në rregull, okay, qartë. Sukses. Mirëmbrëma. Yes. Dr. Patrick, you speak the name of the person because all are visible on the screen. Po, ju lutem thoni emrin atë se it will be faster. Kur ka mundësi hapeni kamerën, thjesht të fiksojmë fytyrat. Po thoni emrin se jo të gjithë kanë shkruar emrin aty.
në Zoom. Po. Edhe kur nuk flisni mbyllini mikrofonet, mos ketë mbi vendosje zëri. Dikush Bilbili, kush e ka? Kur nuk jeni duke u prezantuar, mbyllini mikrofonin, që mos dëgjohet. Unë prezantohem vetë. Po. Përshëndetje gjithëve. Unë jam Flora Narkaj, kryetari i shoqatës Vlera Paritore Pasuri Kombëtare. Gjithashtu jam emëruar koordinatore e qarkut Shkodër për takimin e blegtorëve të Ballkanit Perëndimor. Së pari duhet të theksoj se ky për mua nuk është një vlerësim, por faktikisht është një përgjegjësi e madhe. Është një sfidë të gjithë për të realizuar këtë aktivitet dinjitoz. Falenderoj Zotin Hasrat për besimin dhe i premtoj që do të bëj pamundurën për ta justifikuar këtë besim që më ka lënë. Në këtë angazhim ne kemi realizuar si grup punë, pra si grup qendror, një takim që është drejtuar nga profesor Petrit Dobi, profesor Luiz Termalaj, nga Martina, përfaqësues Bashkisë Shkodër, përfaqësues të qendrës burimore të shoqërisë civile të qarkut Shkodër, zonja Arbana Havili. I prej të gjithë nga zemra, pa harruar edhe koordinatorin e zonës tonë, zotin Alfred Haxhari, për mbështetjen që na ka dhënë të gjithëve. Faleminderit. Please introduce a very short, very brief. Lutem sa më shkurt prezantimin, sa më shkurt. Do flasim pastaj për të gjitha detyrat dhe çka kemi bërë, çfarë do bëjmë. Sa më shkurt prezantimet. Përshëndetje nga Elbasani, nga Korça dhe Berati. Kristaj Sënderi, mjek veteriner për 35 vitesh. Por të kalojmë një takim të këndshëm. Faleminderit. Po. Përshëndetje. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Kujtim Kujtila, veteriner shërbimi, Bashkia Librasht. Librasht, okay. Një sqarim të shkurtër, jam nimës veteriner, mbaru në Shkodër. Sa për të qenë. Ti je koordinator për Librasht, apo jo? Okej, në rregull. Faleminderit. Përshëndetje koleg. Dikush tjetër nuk e di të prezantohet sepse mund mos ketë Samsung. Po jetë mirë. Përshëndetje koleg. Jetmir Kola, koordinator së bashku me doktor Kristaqin për rajonin e Elbasanit. Unë për bashkimin. Jepi Kol. Përshëndetje. Kol Marku, nga Malësia e Madhe, koordinator për Malësinë e Madhe, do të kontribuojmë atë sa të mundna. Faleminderit Kol. Unë jam Martina, unë jam në ekip rajonale, edhe unë jam koordinator për vullnetar Rinis. Okej, faleminderit Martin. Bravo Martina. Hello, I'm Philippe and I'm the coordinator for the media and communication at the regional level. Filipi që sapo prezantua është koordinator për mediat sociale dhe imazhin në këtë grup, koordinator rajonal. Po.
Mirë mbrëma, unë jam Mark Preci, funksioni jam zyrtar është përgjegjës sektorit veterinar në Qarkun e Shkodër. Është edhe një përkrahës mbështetës i fortë i këtij eventi që besoj se do të shkojnë mirë. Faleminderit. Faleminderit Mark. Bravo. Po, dikush tjetër? Alo, mirëmbrëma të gjithëve. Dies për vonesën. Jam Luigi Turmalaj, koordinator për fushën akademike në nivel rajonal. Faleminderit për bashkëpunimin të gjithëve dhe uroj një natë të këndshme pune. Mbylli mikrofon të ata që nuk prezantohen, a? Mirëmbrëma. Unë jam Samir Meta, inspektor veterinar Bashkia Dibër. Okej, faleminderit Samir. Dikush tjetër? Ka ngel njëri pa prezantuar, duhet ketë, se jemi 26 veta online. Dikush që ka këtë Samsungun SMA55, nëse ka mundësi, kur nuk prezantohet, ta mbylli mikrofonin. Ka hapur mikrofonin edhe dëgjohen zërat e fëmijëve. Po, vazhdojmë me prezantimet derisa ashtu. Kush tjetër nuk është prezantuar? Përshëndetje, unë jam Munir Domi, fermer me mbashtrimin e deleve Ruda, në zonën e Korabit. Po, okej, Munir, je koordinator apo jo? Jo. Okej. Jo, je thjesht përfaqësuesi i fermerëve në zonën e Korabit. Okej. Në rregull. Diku të kam dëgjuar, Munir, nuk e di jemi takuar apo jo, se di. Jam marrë me shumë shoqata, po nuk e di, ndoshta edhe mund të jemi taku. Po nëse ke ardhur në çaje kur kemi bërë ato aktivitetet, ndoshta. Ndoshta po. Okej, kush tjetër nuk është prezantuar akoma? Të mbarojmë me prezantimin se kemi gjithë ata gjend të ngarkuar sot. Atëre po e quajmë se a ka mbet njëri për të prezantuar emër, detyrën dhe çfarë zone mbulon? Dr. Astrada, I think we have done. Okay, thank you. So, just increase your volume or arrange mic. Okay, you please convey the message that if somebody is left for introducing, can use the chat window also. People are writing in the chat window already. So, person who is left out without telling his name or introduction, so can introduce there. Okej, atëherë nëse dikush tjetër nuk është prezantuar tani dhe ne fillojmë, është dikush që sapo është larguar, mund të hyjë më vonë edhe mund të shkruajë edhe emrin në chat, që ne të shohim kush ka qenë prezent. Pra emrin edhe çfarë zone mbulon, bashki apo zonë. Okay. Okay, now we are moving ahead. The next your mic, please. Okay, next item, agenda item is about this gathering, World Western Balkan Regional Gathering of Pastoralists. So I would like to highlight a few things by using the website. Okay, later on, Dr. Petrit will translate, and I'll try to give a little brief about it.
this Western Balkan regional gathering, if you are familiar with this promo like this, we have made it, and through Facebook or some other channels, we have tried to convey this message. And also in emails, you would have received, and maybe the WhatsApp messages you have received already. Okay. So this gathering is like a big assembly of the shepherd people, pastoralist people. So this is the largest gathering in the world during the year of 2026, when the United Nations has declared it the International Year of Rangeland and Pastoralists. So all over the world, there are about 19 such gatherings happening, and one will be in the last, which is the global gathering of the pastoralists. So ours is the largest. And last thing is that this gathering is the best opportunity and only opportunity in this year to raise the voice and the concerns and the problem and issues of the shepherd people. So this is the best opportunity we have. This is the one thing. Second thing, how all of us, how we can contribute to raising the voice, not only in our countries, but also globally. So what will be our role? We are going to discuss this today. And you have already given a commitment to contribute and to take part in this. And with a lot of efforts you will do on the ground to create awareness and to bring different shepherds to the zonal gatherings. So we have splitted this regional gathering into different zones. So there will be about 15 zones in all 6 countries. And we have a target of bringing like about minimum 300 people, minimum. Maybe 400, maybe 500 and more in one zonal gathering. Minimum target is 300 and minimum target for one municipality is 100 shepherds. So good luck for this today's session, and we will discuss one by one. I like to make this introduction very short, and then we will talk about the other issues after me. Thank you. Atëre po përkthej. Ky organizim që po bëjmë, siç mund ta dini dhe besoj se të gjithë e kanë parë më përpara faqen e internetit ku është shpallur, bëhet në kuadrin e vitit ndërkombëtar të pastoralizmit, shpallur nga Kombet e Bashkuara. Është një vit ku në tërë botën do të organizohen evente. Deri tani janë shpallur 19 evente dhe deri tani nga shifrat që shohim në faqen botrore, ne po organizojmë takimin më të madh, shpresojmë që në këtë takim ne të harim një pjesëmarrje prej 3000 barish. Ai nuk është një takim, ajo është një asamble, themi, është një asamble dhe për arsye logjistike këtë takimet do organizohen në nivele zonale. Gjithë zona jon, pra rajoni jon, është ndarë në 15 zona deri tani. Dhe çdo zonë ka disa bashki dhe takimet do organizohen në bazë zone. Neve ajo që do bëjmë është të shfrytëzojmë rastin e këtij viti për të ngritur sa më shumë zërin e barinjve për problemet që kanë, për nevojat që kanë. Pra është rasti më i mirë që na vjen ne për të nxjerrë sa më shumë në pa problemet dhe nevojat e këtyre barinjve, mbështetjen që kërkojnë ata. Dhe natyrisht që kur mblidhemi kaq shumë, ka mundësi që edhe jehona e këtij takimi të jetë shumë e madhe. Natyrisht që këto aktivitete që bëjmë ne janë shpallur edhe në faqe të tjera
dhe ndiqen në tërë botën. Siç u thash, ne synojmë që asambleja që po organizojmë ne të ketë të paktën 3.000 pjesëmarrës, duke llogaritur afërsisht që në çdo zonë të kemi jo më pak se 300 barinj dhe pjesëmarrës tjerë, ose të paktën 100 për çdo bashki. Këto janë objektivat tona dhe sot ne do shqyrtojmë kush janë rrugët që do ndjekim dhe detyrat që do ndajmë për të arritur këtë. Pra, ne jemi angazhuar të gjithë, kur kemi rënë dakord të bashkëpunojmë, jemi angazhuar të kontribojmë për ta bërë të mundur këtë synim të madh. Okay? Thank you very much. Before moving further, Dr. Petrit, you have to explain the structure at the zonal level of our zonal gathering organization committees. Before that, because Dr. Luigi was late joining, I like to invite him just for 1 minute so that he greets everybody. Dr. Luigi Turmalai, please, for just 1 and maximum 2 minutes, sir. Luigi? Your mic. Your mic, sir. Yeah, okay. Thank you very much, Sir Hastrat, Dr. Hastrat. I am very happy to be part in this meeting. Mirëmbrëma dhe një herë gjithëve. Le të shpjegoj pozicionin tim në këtë angazhim mjaft të rëndësishëm të organizimit të një ose disa takimeve në lidhje me pastoralizmin, mbështetjen e këtij eventi tashmë me ehor ndërkombëtare edhe në vendin tonë, por jo vetëm edhe në rajonet e Ballkanit. Unë kam pranuar këtë angazhim duke përfaqësuar grupin e organizimit në aspektin akademik, pra në bashkëpunimet me universitetet, me mundësi shtrirje deri në shkollat profesionale që kanë interes veçanërisht për pastoralizmin, kullotat, bjeshkimin, pyjet e tjerë. Deri në këto momente unë kam arritur të kem kontakte me rreth 40 kolegë drejtues të niveleve ndryshme të universiteteve, duke filluar nga Universiteti i Shkodrës, i Tiranës, i Korçës, i Elbasanit dhe shpejti edhe me të Vlorës, me qëllim që të përfshijmë të gjithë aktorët e dobishëm dhe që kanë interes dhe informacion mbi pastoralizmin, dhe shpresoj që në fund të një procesi bashkëpunues të kemi rreth 100 akademik nga Shqipëria, të shpërndarë në të gjitha njësitë administrative, dhe secili prej tyre do të jap një kontribut moral në mbështetje të këtij procesi, dhe në disa raste sipas mundësive pastaj edhe në forma tjera të mbështetjes. Jam i obliguar, jam i angazhuar që krahas këtij aspekti të kem kontakte më të shpeshta dhe më të përditshme me kolegët tanë të Shërbimit Veterinar në Republikë, të cilët i falenderoj shumë për bashkëpunimin dhe mbështetjen e jashtëzakonshme, prezencën e tyre dhe përqafimin e kësaj iniciative në dobi të mbështetjes së kësaj tradite të jashtëzakonshme me interesa rurale, me interesa natyrore, me interesa humane dhe me interesa mbi gjitha për blegdorinë për cilët ne i adresohemi. Faleminderit edhe një herë dhe jam në dispozicion për diskutime në proces e sipër. Faleminderit. Okay, Thank you very much, sir. Okay, atëherë sipas agjendës, pasi bënim një prezantim të përgjithshëm të qëllimit të organizimit, unë do doja të shkonim në një nivel tjetër, të shpjegojmë organizimin ton në nivel zonal dhe në nivel bashkie. Në ekran ju shihni një model, të një bashkie. Do të kuptoni për lehtësi organizimi, kemi menduar që takimet
Mos i bëjmë të përqendruar në një vend, po t'i bëjmë në nivel zone. Dhe zonat, po jo domosdoshmërisht, por në përgjithësi përputhen me rajonet, përputhen me qarqet. Por jo gjithmonë dhe nuk është e detyrueshme, sepse në rastin tonë iniciativa vjen nga poshtë, nga ne, nuk është një iniciativë që ndjek linje shtetërore, kështu që ne në nivel bashkie po respektojmë ndarjen në bashki, por në nivel zone ne shohim lehtësinë për të grumbulluar në një vend, pra në një zonë, të gjithë barinjt. Pra çdo zonë është e ndarë në disa bashki. Zona ka një koordinator, që kush është ai që ka dalë vullnetar ka marrë përsipër, natyrisht që ai person që është koordinator i zonës mund të kërkojë edhe mbështetje nga të tjerë. Normalisht, këtu shihni në ekran një shembull, shihni për zonën e Shkodrës dhe koordinatore zonale është Flora Marku. Don't move, it's okay in this position. Dhe në tabel ju shihni edhe kontaktet këtu. Në fakt ne i kemi kontaktet e gjithë personave të angazhuar, por në faqen e internetit ne do nxjerrim vetëm kontaktet e koordinatorëve zonal dhe koordinatorëve të bashkive për qëllime të komunikimit, por meqense këto janë dhëna personale, nuk do nxjerrim të personave të tjerë, sepse publiku i gjerë nuk ka pse të komunikojë me çdo person këtu. Pra do kemi një komunikim të organizuar. Siç e shihni në tabel, pra Flora mbulon është koordinatore zonale për qarkun e Shkodrës në këtë rast. Dhe qarku i Shkodrës ka disa bashki dhe për secilën bashki kemi një koordinator tjetër në nivel bashkie. Që këtu për bashkinë Fusharës shohim që është Admir Doda. Për bashkinë të themi Gjirokastër është Albana, që prezantua që pari, e kështu me radhë. Natyrisht, për qëllime organizimi dhe facilitimi, ne në nivel bashkie mund të kemi edhe më shumë se një koordinator, ose si të punojnë në ekip. Pra kemi një bashki, por mund të pjesën e koordinimit mund të ndajnë edhe 2 veta, pra dikush mund të ketë qoftë edhe për arsye gjuhe për të komunikuar në përmbledhje, po qoftë edhe për arsye ngarkese, mund të kemi edhe më shumë se një koordinator. Këtë e vendosni ju që jeni në teren. Nuk e vendosim ne, ne e sjellim punën deri në nivelin zonal dhe në nivelin e bashkive, dhe pastaj jeni ju që drejtoni territorin edhe strukturat në nivel bashkie që përcaktoni personat që do implementojnë këtë iniciativë. Për çdo bashki, ne kemi menduar që ekipet për çdo bashki të jenë të përbërë nga aktorë të ndryshëm. Dhe konkretisht, këtu kemi kategoritë e aktorëve, që janë NGO-t. Në një territor bashkie mund të ketë një ose disa NGO që janë të lidhura me aktivitetet që lidhen me barinjt, me fshatin, me kullotat, me sistemet kullosore etj. Pra, NGO-t janë partner shumë i rëndësishëm i joni, sepse ato kanë shtrirje në territor, kanë kontakte si me aktorët e tjerë, ashtu dhe me vetë barinjt. Për më tepër, do flasim kur të marrim me radhë të gjithë aktorët, por në këtë moment unë do kufizohem deri në këtë nivel. Këtu shihni për shembull në qarkun në bashkinë e Fusharzit janë 2, është një qendër që emri i shkurtur nuk e them dot, për s'ka rëndësi, edhe shoqata e blegtorëve po ashtu me kryetar ose përfaqësues Jetmir Qafën. Tjetër kategori është personi që mbulon mediat sociale. Personi që mbulon mediat sociale është një person që është i familiarizuar me mediat sociale, i njeh ato, sidomos Facebook, Instagram, LinkedIn, i njeh mediat sociale dhe do të punojë në koordinim me drejtuesit, koordinatorët e rrethit, po njëkohësisht edhe me koordinatorin rajonal të mediave, që ishte zoti Filip, që u prezantuam përpara. Ai do përgatisi mesazhet, ai do organizojë një trajnim për gjithë personat në mediat sociale, për më tepër do flasim më vonë.
Po ashtu do të dëshironin që për çdo bashki. Petrit, please Yes. be fast because you have only 1 minute. Be just faster. Okej. Atëre mediat sociale duhet të jetë një person, TV dhe radio duhet të kemi një person tjetër i cili duhet të ketë akses në këto, në TV dhe radio, do merret me këtë pjesë. Po ashtu mund të kemi një ose më shumë përfaqësues të botës akademike, të cilët angazhohen nga Luigi, po pastaj punojnë në koordinim me strukturat lokale. Shërbimi veterinar është një mbështetje shumë e rëndësishme dhe në përgjithësi ne do synojmë të angazhojmë sa më shumë specialistë të shërbimit veterinar, pasi do qoftë edhe këta në nivel bashkie duhet të kenë një koordinator. Po ashtu, mendojmë që të përfshihen edhe shkollat e mesme, atje ku keni shkollat mesme, veçanërisht shkollat mesme bujësore, po edhe shkollat të tjera të mesme, do kemi një person që do punojë me shkollat e mesme. Një element shumë i rëndësishëm që do të trajtojmë është mobilizuesi i sponsorizimeve, për të cilin detyrat do i trajtojmë më vonë me detaj. Është person shumë i rëndësishëm i cili do sigurojë mbështetjen për aktivitetet tona në nivel zonal dhe në nivel bashkie. Dhe e fundit janë përfaqësuesit liderat e blegtorëve. Liderat e blegtorëve mund të jenë disa deri në 10 persona, janë ata njerëz me autoritet, me lidhje me blegtorët, të cilët do mbajnë kontakt me blegtorët në masë dhe do sigurojnë pjesëmarrjen e tyre në këtë aktivitet. Pra, kjo strukturë është për çdo bashki dhe bashkitë pastaj janë të integruara në një zonë. Besoj se ishte qartë, nëse keni pyetje mund t'i bëni. Thank you, Dr. Petrit. Now, I think he has covered more than he was supposed to cover. So he has also explained something like I wanted to explain. So my next point is my intervention, and Dr. Petrit has already explained some of it. Role and responsibilities of zonal and municipality coordinators. Okay, so I like to explain bit more several things. Here. Suppose see, for example, the role of the municipality coordinator and zonal coordinator together. They have to work in every this municipality, for example. Your mic, please. Malsiemade municipality, Ole Marco is the coordinator. So what both of them will do with the guidance of Mr. Alfred, obviously under the guidance of him, all municipalities in Sikhodra zonal gathering, Sikhodra zone, all team members will work under his guidance. Please remember this. And for example, I just like to explain this municipality, Malsiemade. So 2 NGOs are already fixed. Kole can fix maximum 3 NGOs for one municipality. So there is still one space for one additional NGO if you want to do that. Similarly, the social media persons can be 3 persons. Minimum 1 person, maximum 3 persons. What I'm explaining is for everybody, every person. I'm just giving one example of Malsiemade. So please think about your own municipality. So until now, Dr. Petrit, you like to translate quickly. Okay. Atëre, Asradi tha që unë e zaurova një çik shpjegimin, por ai shtoi disa gjëra të tjera. Pra, çdo koordinator i bashkisë dhe i zonës në veri do të koordinohen nga Alfredi. Alfredi pra do të koordinojë përfaqësuesit e zonave edhe të bashkive, pa të gjithë funksionimi do jetë në mënyrë piramidale, që mos kemi mbivendosje, mos kemi edhe punë paralele. Në çdo bashki pastaj ne do kemi, siç tham, NGO. NGO do jetë maksimum, mund të jetë maksimumi në 3 NGO për çdo bashki, Dhe këto, secili, këtu kemi shembullin e Malësisë Madhe, po secili do mendoj për
bashkinë e vet, çfarë NGO-sh mund të përfshihen tjerë? 1 deri 3. Edhe për mediat sociale mund të jetë 1 person, po mund të jenë edhe më shumë se 1, duke shkuar maksimumi 3 persona, të cilët do të merren me mediat sociale. Yes. Yeah, thank you. Similarly, we can have 3 or 4, 5, maybe maximum 5 TV and radio or press reporters, and these reporters may be covering your municipality. So one municipality is covered by press representatives, radio program, or some TV channels. Okay, so you have to identify them, and then you have to give the names in this chart. Similarly, for social media, I have already explained. Academics also, if there is any academic person existing or you in your knowledge who is associated to some college or some university in your municipality and he is living in your municipality. So please write the name of the person here and name of the college or university you can write here. If there is nobody, you can leave it blank also. So there can again be 2, 3 persons, 3 persons at the most. And you can also take the help of Dr. Luigi if you want. Okay. Yes, translate up to here, please, quickly. Pra, për media sociale si shtam mund të jenë deri 3 veta, po edhe për televizor ose korrespondentët e televizorit dhe të radios, mund të jenë 3, mund të jenë 5 veta, natyrisht janë ata që do transmetojnë lajmin, do jepet mundësia të përgatisin lajme e tjera. Për sa i përket përfaqësuesve të botës akademike, gjithmonë nëse ka të tillë të përfshihen, mund të jenë 1, 2 ose 3 përfaqësues të botës akademike që janë prezent në territor, pra janë të bashkisë, nëse ka gjithmonë edhe përbri emrit tyre të vendoset dhe në kë universitet janë, në kë universitet. Nëse nuk ka, nëse në një bashki nuk ka, mund të lihet kolona bosh. Po ju mendoni personat që do I shkruhet emri në këtë tabel. Po. Okay, we have to run fast. You can find some names of the veterinary persons who you know. They may be government person, they may be private. Okay, so but can be like 5, 6 persons in one municipality. Similarly, you please try to find the shepherd leaders. We need about 10, average 10 leaders in one municipality. We want the 10, not 2, 3. 10 leaders, because the role of shepherd leaders is very critical. They will mobilize and motivate many shepherds to join the zonal gathering. Okay. Similarly, you should identify some college or a school if it's interested to cooperate with us. So I have circulated the notes for the NGO, for media. I have circulated one note. You please read it and keep it with you. Whenever you are identifying and talking to the people, you should follow these notes. Some guidelines are given there. Similarly, for the local college school, there is some guideline, I guess. But for shepherd, there is no guideline. And for government is simply will be done by with your effort. But Alfred has to play the role in it, like this person, Alfred. In case of the Dever and in Kukas, Hafuz Domi will help. And in Albasan area, Albasan, Korche and Berat, Dr. Kristak will help. And in Geocaster, the team working in coordination of